Krishti u ngjall. I nderuara të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, jemi në të dielën e tretë mbas Pashkës dhe kisha ën ortodokse në këtë ditë, ashtu siç na thuhet edhe tek libri i Triodit, kremton Josifin e Arimathes, i cili ishte dishepull i fshehur, gjithashtu kujton Nikodemin, dishepullin e natës, dhe po ashtu gratë miraprurse. Dhe sot kisha në ortodokse na afron të lexojmë nga Ungjilli pas Markut, që na flet për këta personazhe të cilët ishin dëshmimtar okular të vdekjes, varrosjes së Krishtit, por dhe të ngjalljes së Krishtit. Në Ungjilli pas Markut na thuhet në atë kohë Josifi nga Arimathea, i cili ishte dishepulli i Isuit, po fshehur nga frika e judenjve, ju lut Pilatit për të ngritë trupin e Isuit. Dhe Pilati i dha leje. Erdhi pra dhe ngriti trupin e Isuit. Erdhi dhe Nikodemi, ai që ishte vajtur Jesu një natë më përpara, dhe pruri smirë dhe aloje të përzier gati 100 litra. Pra e muan trupin e Jesuit dhe e pështollën me pëlur dhe me aroma, siç e kanë zakon të varrosin judenjt. Dhe në vendin ku kryqëzua ishte një kopësht dhe në kopshtin ishte një varr i ri, në cilën nuk ishte varrosur njëri tjetër. Atje pra e vendosën Jesuin nga shkaku i së premtës së judenjve, se varri ishte afër. Pra në pjesën e parë na thuhet për Josifin dhe Nikodemin. Josifi ishte një besimtar i fshehur i Krishtit, sepse kryepriftërinë dhe priftërinë antar të Sinedrit judenjve kishin vënë ligje që ai që përkrante Jesuin përndiqej, largohej nga sinagoga dhe quhej blasfemues, sepse për ata Krishti ishte një blasfemues. Por Josifi ishte ndryshe nga antarët e Sinedrit, të cilët të gjithë një zëri thanë për Krishtin kryqëzohen, madje manipuluan dhe popullin që të kërkonte kryqëzimin e Krishtit dhe lirimin e Barabës. Dhe kur Zoti Jezu Krisht si njeri vdiq në kryq, atëre nxënësit e braktisën. Por Josifi ishte, një besimtar i fshehtë, edhe pse kishte një pozitë, ishte antar i Sinedrit, po ashtu edhe Nikodemi, edhe ai ishte një besimtar i fshehtë Jesuit, morën kurajo. Dhe Josifi kërkoi trupin e Jesuit nga Pilati. Në qoftë se patët vëmendje, Pilati u çudit që tashmë Jesui kishte vdekur në kryq. Vdekja në kryq ishte një vdekje prej agonisë dhe duhej gati 3 ditë që një njeri në agoni të vdiste. Por Jesui qëndroi në kryq 6 orë. Ai sa deshte, dhe Krishti nuk vdiq nga torturat, si vdesin njerëzit, por vdiq vullnetarisht, e dha shpirtin tek Ati kur deshte vetë. Për këtë Pilati u çudit dhe ja dha trupin Josifit nga Arimathea. Por në këtë kohë vjen dhe Nikodemi, i cili ishte edhe i pasur, dhe ai merr 100 litra vaj aromatik dhe lyen trupin e Isuit dhe varrosën me të shpejt, sepse mbas të premtes vinte e shtuna dhe të shtunën judenjt nuk punojnë, por e shtuna ishte dhe ditë Pashke për judenjt, dhe varrosën në një kopësht aty afër, që ishte një varr që Josifi e kishte ndërtuar për veten e vet, një grop në shkëmb. Pra, Josifi dhe Nikodemi janë dëshmimtarët e vdekjes dhe varrosjes së Krishtit. Madje ata bën shërbesat e fundit funerale, mund të themi, për trupin e Isuit. Dëgjoni, Josifi dhe Nikodemi përfaqësojnë të gjithë ata besimtarë, që dhe pse janë të fshehur për arsye të ndryshme, në një moment ata e shfaqin besimin e tyre. Të dashur të krishterë, nuk mund themi që besimi ynë është personal, është vetëm për neve, dhe neve nuk mund t'ja u tregojmë tjerëve. Ndoshta në fillim të rrugës së besimit mund ta mbajmë besimin të fshehtë, derisa të na shtohet besimi, dhe duke shtuar besimi na shtohet kurajo, trimëria për të pohuar për Krishtin. Por asnjëherë nuk mund themi se unë asnjëherë publikisht nuk do ta pohoj Jesuin. Jo. Zoti tha, kush do më pohoj përpara njerëzve, edhe unë do ta pohoj përpara ëngjëve të Atit tim, dhe kush do më mohoj, edhe unë do ta mohoj. Nuk mund themi që jemi besimtarë vetëm për veten tonë, në familjen tonë, në kishë. Besimtarë jemi kudo që t'jemi. Jemi në
familje, jemi në shoqëri, jemi në publik, jemi dhe në vendet ku ne shërbejmë. Josifi dhe Nikodemi janë përfaqësuesit e njerëzve me pozit, ose njerëzve të pasur, të cilët sot mund të jenë deputet, politikan, ose njerëz biznesmen, të cilët janë të krishterë, por janë të krishterë jo thjesht me emër, janë krishterë se jetojnë dhe pohojnë besimin e tyre. Janë të krishterë sepse ata sipas pozitës që kanë, duhet të mbrojnë kishën, duhet të mbrojnë besimtarët. Prandaj, edhe kur bëhen zgjedhjet, siç po vinë zgjedhjet, ne kemi përgjegjësi si të krishterë të votojmë ata kandidatë të cilët përkrajnë besimin ton ose vlerat morale familjes. Kisha nuk bën politik, sepse politika ndan, por kisha frymëzon që neve të ushtrojmë detyrën e votës me përgjegjësi për njerëzit të cilët janë ata njerëz që i shërbejnë Zotit dhe i shërbejnë të afërmit. Tjetër, sot ne kujtojmë edhe gratë miraprurse. Dhe pasi shkoi shtuna, Maria Magdalena dhe Maria e Kovit dhe Soloma kishin bler aroma që të vinin ta luajnë trupin e Jesuit. Dhe shumë e natë në të lindur dielli, ditën e parë të javës, po vinin në varrin dhe po thoshin me veten e tyre: kush do të na rrokullis gurin prej derës së varrit? Dhe kur ngritën syt, panë se guri ishte rrokullisur dhe guri ishte fort i madh. Dhe kur hyn brenda në varrin, pa një djalosh të veshur me stoli të bardhë që rinte në djathtë dhe u çuditën. Po ai u tha: mos u çuditni, kërkojini Jesuin e kryqëzuar prej Nazaretit, unë gjallë. Nuk është këtu, ja vendi ku e kishin vënë. Po esni dhe thoni dishepujve të tij dhe Pietrit që shkoi dhe ju pret në Galile. Atje do të shkoni, sikundër ju ka thënë. Edhe duan me vrap dhe ikën nga varri dhe ishin të trembura dhe të habitura dhe nuk i tha njeriu gjësendi se kishin frikë. Sot pra kujtojmë dëshmimtarët e ngjalljes së Krishtit. Kush janë dëshmimtarët e parë të ngjalljes së Krishtit? Apostujt? Burrat? Jo. Burrat u friksuan, u fshehen. Por të parat që pan varrin bosh, u lajmëruan nga angjëlli se Krishti nuk është i vdekur, por është i gjallë si Perëndi njeri, dhe që e pan Krishtin dhe u urdhëruan si nga angjëjt, por dhe nga Zoti të shkojnë të lajmërojnë apostujt burra, ishin gratë miraprurse, të cilat e shoqëruan Jesuin deri në kryq, që ndruan me Jesuin poshtë kryqit bashkë me nënën e Jesuit, qanë, vajtuan, çorën faqet e tyre, ranë gjokset e tyre nga dhimbja kur Jesu ishte në kryq. Por edhe pse Jesu i vdiq dhe u varros, dashuria për mësuesin nuk shteri tek ato gra besimtare. Por ato herët në mëngjes, pra të dielën në mëngjes, në të aguar shkuan tek varri, duke marr vaj aromatik miro, sepse donin ta lyenin akoma trupin e mësuesit me miro të shenjtë, se varrimi i Jesuit u bë shumë shpejt. Dhe ky guxim i këtyre grave miraprurse u shpërblye. Tham që ishin të parat që pan varrin poshtë, dhe në varr nuk ishte trupi i Jesuit. Krishti ishte ngjallur dhe kishte dalë nga varri. Askush nuk e kishte parë. Ëngjëjt lajmëruan gratë që Krishti u ngjall dhe të lajmëronin apostujt. Pse ëngjëjt lajmëruan të parat gratë që të lajmëronin apostujt se Krishti u ngjall? Nuk është rastësi. Duhet dim se gruaja e parë Eva ishte ajo që dëgjoi ëngjëllin e rënë, dëgjoi djallin, dhe ajo gënjevi veten e vet, hëngri nga fruti ndaluar, gënjevi dhe burrin, dhe duke sill të keqen në botë. Por ëngjëjt e Perëndis, kur ëngjëlli Mikael dhe Gabriel lajmëruan gratë për ngjalljen e Krishtit që të lajmëronin burrat që sillnin lajmin e mirë. Ja ku është përgjegjësia juve, e gjinisë femërore, e vajzave, e grave, e nënave, të cilat duhet ta mësojnë besimin e krishterë ortodoks, jo vetëm për vete, por për burrat e tyre, për fëmijët e tyre, për nipat dhe mbesat e tyre. A e kuptoni ju zonja dhe zonjusha që keni një përgjegjësi shumë të madhe? Sepse Zoti ju dërgon në familjet tuaja, ju dërgon në shoqëri të thoni Krishti u ngjall, jo vetëm me fjalë, por me jetë. Ju keni një fuqi kaq të madhe, një detyrë kaq të madhe që ju ka dhënë Zoti që të ruani besimin dhe ta përhapni besimin. Por fatkeqësisht ka disa gra që dëgjojnë përsëri ëngjëllin e rënë, dëgjojnë djallin, merren me hyshtje, merren me magji dhe kërkojnë që dhe burrat e tyre ose të arrijnë
karrierë në jetën e tyre duke braktisur familjen dhe duke mos bërë asgjë burrin e tyre ose braktisur fëmijët e tyre. Këto gra bëjnë një gabim shumë të madh. As veten e tyre nuk do të arrijnë, por do shkatrojnë edhe familjen e tyre dhe do jenë një keqje e madhe për shoqërisë. Si thuhet në shkrimin e shenjtë, ka të keqe, po jo si të keqe si të gruas. Dhe bëhet fjalë për ato gra që dëgjojnë demonët, ato gra që dëgjojnë egon e tyre, ato gra që shkatrojnë familjen e tyre, që së dhe sot shfaqen si gra moderne. Jo, nuk janë këto modeli që duhet ndiqni. Modeli që duhet ndiqni ju gratë e krishtera janë e tërshenjta Vigjeresha Mari, e bekuar mbi gjithë gratë, janë gratë miraprurse, janë shenjtore të martire, si zonja Shën e Premti që kemi këtu, dhe të gjithë gratë oshënare. Ato duhet ndiqni, që t'jeni bekim në shtëpitë tuaj, për burrat tuaja, që dhe në qoftë se ata për egos tyre nuk arrin do të besojnë, juve t'i bëni që të besoni. Ju t'i bëni që t'i vinin kish, t'i sillni në kish. Ju të ndikoni te fëmijët tuaj, që kur i keni në bark fëmijët, që kur i mëkoni me gjatë gjithë jetës, t'i përgatisni dhe t'i bëni besimtar. Ju të ndikoni tek nipat dhe mbesat tuaj, kështu të ruani besimin, të përhapni lajmin e mirë që të keni bekimin e Zotit dhe të gëzoheni si gratë miraprurse. E fundi që do them, gratë miraprurse ishin privilegjuara, sepse ato pan varin bosh, u lajmëruan nga angjëlli, pan dhe Krishtin e ngjallur. Por dhe neve jemi sot si gratë miraprurse. Ne jo vetëm mbajmë miro në duart tona, po ne mbajmë Krishtin brenda vetes tonë. Në momentin që ne kungohemi me trupin dhe me gjakun e Krishtit, Krishti ynë brenda nesh, edhe na miros, na bën miro, na bën të shenjtë. Natyra njerëzore për shkak të mëkatit të Adamit vdiq, dhe natyra njerëzore u prish, u kalb, vjen erë të keqe. Por në Krishtin që është Adami i dytë, i cili e ngjallin natyrën njerëzore në veten e tij, neve ripërtërihemi, ringjallemi dhe bëhemi miro. Për ata që ishin në Selanik javën që shkoi, vajtëm te varri i Shëndimitrit. A e pa çfarë arome vinte nga varri nga eshtrat e Shëndimitrit? Miro e shenjtë. Kështu edhe ne jemi thirrur për të bërë miro vlit. Por kjo bëhet patjetër me përkushtim, besim, shpresë, dashuri, sakrificë, trimëri dhe në mënyrë të veçantë me misteret e kishës, që kulmon me kungatën hynore, duke marrë trupin dhe gjakun e Krishtit, bëhemi Krishtër, bëhemi miro e shenjtë. Amin.